Përshëndetje, miq. Sot është një video 5 këshilla të fuqishme që gjatë ndryshimeve të mëdha kozmike të qëndroni në veten tuaj. Është e vërtetë që unë në këtë kanal jam krenare që për gjatë 4 vjet vazhdoj këtë mision hynor. Kur unë e fillova, isha akoma shërues, i plagosur, por më beson, jam krenare, sepse sot që unë po publikoj këtë video, ndoshta e shikoni sytë e mi me lot, është që dhe pse kalova sfida të mëdha, qoftë në jetën time, gjatë gjithë rritjes nga fëmijë dhe deri më sot. Pra, si fëmijë, po kështu në eksperiencën e jetës, ashtu sikurse edhe në procesi, dhe më lejoni t'ju tregoj që të fuqia hynore, Zoti, universi, burimi i energjisë, shpirti, ariti, që edhe pse kalova situata të vështira, sot, ashtu sikurse edhe ju, nëse do të ndiqni këto mësime të mençurisë, të vërtetësisë së jetës, do të arrini jetën më të bukur që me zemër të hapur ja uroj që të gjithëve, sepse është mënyra më e bukur e jetës për ta jetuar së bashku, sepse ne jemi qenie njerëzore me prejardhje human, që do të thotë ne jemi që të gjithë të dëmshur, sepse këtë dëmshuri e kemi në brendësi të trupit tonë dhe është kjo zemër. Prandaj, sot po e bëj këtë video për t'ju treguar se ka me të vërtetë një mënyrë kryekëput ndryshe nga ajo që ju keni marrë me vete, apo që njihni nga shoqëria, dhe ndoshta edhe nëse jeni zgjuar, dhe nëse jeni në proces, apo jeni duke u rritur me veten tuaj, sepse çdo ditë shpirti rritet, kur ju pranoni veten tuaj dhe të doni veten tuaj, si ju jeni, nuk ka rëndësi si ju jeni, se ju jeni mrekulli, duke e qetësuar mendjen, sepse vetëm ajo është nuk është e bazuar në frikën, por frikën jo biologjike, se frika biologjike është edhe tani me mua. Çdo të thotë që ne t'jemi të kujdesshëm, se në jetë mund të ndodhi, për shembull, një aksident. Ndoshta ti je kujdesshme dhe por janë nga të tjerët, apo të çfarë do lloj, pra është instikti, le të themi që e duke gatuar, edhe të bie një e nxehtë, ajo e nxehta, për shembull vaj i nxehtë, është energji, dhe të bie në trup, prek energjisë, dhe trupi është energji. Dhe çfarë do të bëj? Do reagosh, pra kjo është ajo, domethënë frikë biologjike, e cila bazën, se e bëra si shembull, po e bazën e ka që në krijimin tonë si qenie njerëzore të dalë nga bota shtazore dhe organike, dhe kështu jemi dhe tani vetëm me një ndryshim, se me shekuj, infinitiv, shpirti është i përjetshëm, dhe ashtu si shpirti është i përjetshëm, është dhe zhvillimi i tokës mam ku ne jetojmë, se sot për sot është këtu jeta. Dhe kjo tokë mam ka hyrë në ciklin e saj të ri,
Dhe do të thotë që çfarëdo lloj që në Shqip ndjeni ndryshimet kozmike, nuk është se jam pa qëllim, por të kuptoni që të gjithë ne jemi të ftuar të arrijmë në fuqinë tonë. Dhe ashtu si arrita unë fuqinë time, që u lidha me të vërtet me super fuqinë, hapa zemrën mrekulli, dhe tani zemra është akoma dhe me hapur, sepse është e lidhur me dashurinë blu, me dashurinë hyjnore, me dashurinë e pastër që do të thotë unë dua veten time, dhe duke dashur veten time, dhe duke ndihmuar që ashtu si arrita unë, edhe ju, edhe kush kërkon që është i lirë, se askujt nuk i preket liria, do të arrijë në fuqinë, pra super fuqinë që do të thotë të lidhesh me dashurinë hyjnore. Por kjo dashuri hyjnore ka të bëjë me atë që është me të vërtet që kur ju zgjidhni për veten tuaj në fillim, kur ju arrini të liroheni nga çdo lloj, më përkujtojmë çdo lloj bllokade, qofshin të krijuar nga të tjerët, qofshin nga vetja juaj, dhe duke krijuar një armoni me mendje dhe me shpirtin tuaj, sigurisht edhe trupin tuaj fizik për një mirëqenie akoma dhe më të mirë, ashtu sikur dhe emocione të mençura, inteligjencë, pra nuk ka rëndësi se janë të ndjeshme, por janë të gëzuara, janë të lumtura, ju jeni në atë që tani të dëgjoni këtë video dhe të kuptoni që ju jeni me të vërtet në kërkohet që ne të jemi në fuqinë tonë, dhe kjo është që ne jemi të ftuar që të gjithë që të zotërojmë fuqinë tonë, më shumë se kur, dhe pyetja është pse, sepse tani është koha. Për të gjithë ju që pranoni dhe jeni të lirë dhe kërkoni të çdo lloj aspekti të jetës, për të cilën ju jeni vëdjesuar, sepse herët e vonë që të gjithë ne, universi apo Zoti, burimi i energjisë, çfarëdo lloj që ta quani, sepse e kemi në shpirt, do të thotë se jemi energji. Universi është që drejton energjinë, dhe ne si që njerëzore jemi energji, dhe në këtë rast ka të bëjmë me atë që duam apo nuk duam, do ta pasqyroj te ne, ashtu si kurse ma pasqyroj dhe mua dhe si. Kush e mendonte që 57 vjeçe unë do të zgjohesha, pra do të lidhesha me shpirtin. Është e vërtet që situata për të cilën unë pra arrita në këtë kohë ishte që ne, pra gjatë gjithë jetës tonë, u bëm të vetëdijshëm për atë se çfarë ka ndodhur me ne, dhe kur vjen momenti i krizës, është me të vërtetë që ne bëhemi të vetëdijshëm, dhe kjo na liron atë që quhet bekim. Pra, unë e kam bekuar veten që jam këtu ku jam sot, dhe tani është duke kujtuar që të gjithë ju keni përgjigjet tuaja. Pra, mbajni mend, keni përgjigjet tuaja ashtu sikurse dhe unë. Por edhe në qoftë se ju dëgjoni nga Diana apo nga të tjerë, edhe pse janë të dobishme, edhe pse ju mbështesin ju, kujtoni dhe mbani mend që të gjithë ne jemi unik dhe që të gjithë ne kemi përgjigjet tona. Që do të thotë që me të vërtet, për të vazhduar rrugëtimin tuaj, udhëtimin tuaj për atë që ju dëshironi, ëndërroni, është me të vërtet të merrni përgjigjet tuaja, dhe përgjigjet tuaja janë të zemrës. Pra, nëse ju e ndjeni në këtë moment që e doni veten tuaj, dhe nuk ka rëndësi nëse keni arritur, pra jeni duke vazhduar, pra ndiqni shpirtin tuaj, pra jeni duke arritur pas sapi, e ndjeni që keni ndryshim, sepse shpirti çdo ditë ndryshon, pavarësisht se mund të jetë situata, pra herë ndihesh mirë, herë jo mirë. Kuptoni një gjë,
kjo është jeta e shpirtit. Shpirti do të thotë shërim i përditshëm. Pra është një proces i shërimit të përditshëm. Prandaj, asgjë mos krijoni me iluzionin e egos tuaj, që edhe pse kërkoni të dilni nga situata, dhe nuk ka asgjë gabim, një gjë të mësoni, asgjë nuk vjen me atë që ju më të ndiqni sipas mendimeve tuaja. Thjesht ju do të i dorëzojni shpirtit, sepse kur i dorëzojni shpirtit ju keni vënë, pra, si thua, jeni të lirë, pra ju pranoni që të vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj. Kjo ju bën që apasapi ju të rrisni besimin, sepse ne nuk jemi vetëm. Ja, që të gjithë ju keni bërë lutje, që të gjithë ju vazhdoni ndiqni higjienën shpirtërore, dhe ajo që ju do të arrini është që apasapi duke u lidhur me botën tuaj të brendshme, ju do të arrini një dashuri pa kushte. Por, që të gjitha këto, ju kuptoni një gjë, edhe në qoftë se ju keni arritur në një moment që ndjeni mirë, dhe sidomos në këtë kohë, në këtë vit 2025, për të cilën është viti i përmbushjes dhe i fillimeve të reja, është që ju, pra, është vazhdim, pra vazhdon, sepse tash dhe njerë, procesi i zimit, shërimi juaj është i përditshëm. Shpirti jeton, shpirti çdo ditë, pra, është i lidhur në këtë realitet. Dhe aq më shumë që në këtë kohë janë edhe ndryshime të mëdha kozmike, për të cilën ju e kuptoni që çdo gjë, pra gjithçka në këtë moment në universin tonë po shpendoset, po kështu në lidhje me gjitha sistemet e vjetra po zhduken, ndërkohë ju jeni bërë të vetëdijshëm për diçka që ka ndodhur me ju, dhe kjo kur ju bëni të vetëdijshëm dhe jeni të lirë për të vazhduar atë që ju kërkoni të dilni nga çdo lloj situate, apasapi ju keni arritur në atë që jeni lidhur me veten tuaj. Kur jeni lidhur, pra doni veten tuaj, jeni lidhur me veten tuaj, ju lidheni me shpirtin tuaj, dhe duke u lidhur me shpirtin tuaj, ju jeni lidhur me universin, dhe kjo është që ne, kur e kemi të hapur energjinë dhe jemi të lidhur me universin, ne ndjejmë më shumë këto ndryshime kozmike se sa njerëzit për të cilën flen gjumë ose janë akoma, pra, të ngarkuar me majmunin, pra, sepse është mendja, është ajo që rrinë të zënë, pra, edhe kur ecin në rrugë janë, pra, të zënë, nuk e kanë mendjen fare se çfarë ku janë, ku shkojnë, por të zënë me gjithsesi që të gjithë kemi sfida në jetë, dhe që të gjithë kemi problemet, por ajo që të kuptoni është që ne jemi që të gjithë të ftuar për të pastruar energjinë. Dhe kjo pastrimi i energjisë ka të bëjë me atë që ne do të transformojmë të gjitha frenimet, kush na bllokon ne, kush na frenon ne, po kështu edhe besimet. Ne jemi të ftuar që të gjithë që të arrijmë, pra, të lidhemi me veten tonë dhe të arrijmë në fuqinë tonë, në pushtetin tonë, në veten tonë unike. Më tepër se kur është koha tani, sepse përse? Se planeti jonë ka filluar, pra, është në një ndërgjegjësim të lartë kolektiv, dhe kjo është që të gjithë, pra, ne ndihmohemi për të hapur zemrën dhe për të ju lidhur me dashurinë ynore, por shënim, kujdes, sepse edhe pse ka një inteligjencë të lartë, përsëri një pjesë i shërben akoma, pra, mendimeve materialiste, pra, për të vazhduar atë për përfitime, apo për çfarë do lloj, edhe dikush se duke bërë një muhabet dhe tha, po, okej, Diana, që ti po thua që nuk është nuk është e nevojshme që të turremi mbas përfitimit. Por në këtë jetë si mund të jetoj unë? Si mund të jetoj? Në fundit këtu në këtë jetë është vetëm, pra, çdo gjë rritet
çdo gjë është me para. Sigurisht kjo është e drejtë, por ajo që unë pra, duke i kërkuar që më lejon të jap mendimin dhe të jap ndjenjën time, dhe sigurisht në debate sipër, pra, duke dëgjuar njëri tjetrin, sepse në fund të fundit ne jemi njerëz dhe ne do të diskutojmë. Dhe unë i thash, është e vërtetë që edhe unë si ty e kam nevojë pra sigurinë financiare, sepse ne jetojmë në këtë. Por ajo që unë ndryshoj është pra nga ndërsa ti si person je i ngarkuar me mendjen, duke qenë i zënë se do me thënë me frika për të mbajtur vendin e punës, frika për të a je i sigurt në lidhje me atë se çfarë po kalon, ndërsa unë jam e qetë. Unë në të njëjtën realitet jetoj, në të njëjtin vend si ty, të njëjtat supermarkete shkoj dhe unë, në të njëjtat vende shëtise bëj, por pyetja është që përse unë jam e qenë për gjërat më vinë në mënyrë të lehtë, edhe pse shënim nuk i kam të ardhurat si që kishte personi. Pra në kuptimin asaj që edhe pse jetojmë në një vend, edhe pse të ardhurat nuk janë të njëjta, përsëri ku ne jemi me shpirtin në veten tonë, ne nuk i bashkangjitemi gjërave dhe kjo është që ne jemi të lirë dhe universi na i sjell gjërat me lehtësi, kudo ku shkojmë, kudo ku jemi, ku ne nuk i bashkangjitemi gjërave, po ne ndjekim atë që ne pra, ndjejmë dhe na jep kënaqësi, gjërat na vijnë lehtas dhe ajo që është më e bukura nuk ka të bëjë me bollokun financiar. Është e mjaftueshme ajo që kemi, sepse ne jemi të kënaqur me atë që kemi, por dhe sigurisht ne jemi të hapur dhe duke qenë të hapur për atë që ne duam, sepse është e vërtetë që ne duhet të krijojmë një ekuilibër midis shpirtit dhe botës fizike, se jetojmë këtu. Por ne dim, pra, kemi siguri financiare të mjaftueshme për vete dhe për lidhjen të tjerëve, sepse në fund të fundit ku ne japim dhe do të marrim, pra nuk ka rëndësi mënyra e dhënies. Në këtë univers të bollshëm gjithçka ekziston për ju dhe për mua. Dhe tani le të fillojmë. E para është që të gjithë ne duhet të kuptojmë që ne duhet të lidhemi me veten tonë dhe ne të pranojmë që duke u lidhur me veten tonë ne do të bëhemi dhe vetja jonë unike dhe duke dëgjuar këto 5 këshilla ju të bëheni të vetëdijshëm, ndërkohë edhe të fuqizoni ndërgjegjen tuaj, pra mendjen tuaj, me qëllim që duke patur një mendje pra të ndritur me mësimet e universit dhe me ndjenjën tuaj, ju do të arrini nga bukurinë e vërtet të realizimit të kënaqësisë së misionit të shpirtit që e keni në zemër dhe që është qëllimi juaj. Dhe tani le të fillojmë. E para është jepini hapësirë vetes tuaj. Pra që do të thotë, me të vërtet, ju nuk keni se nxitoni, por ju të jeni dhe të vëmendshëm dhe unë do t'ju ndihmoj duke mbajtur këtë pyetje. A jeni ju, çfarëdo lloj ku jeni, në çdo lloj situate që jeni, a jeni ju duke zvogëluar veten sepse nuk doni që të pengoheni, pra e mbrani veten të vogël sepse nuk doni që të pengoheni? Tjetër, a jeni ju që kërkoni falje edhe atyre kur ju nuk keni bërë gabim? Dhe kjo sepse ju nuk doni të krijoni konflikte me dritën tuaj që shkëlqen. Sepse ne si qenie njerëzore jemi esenca dritë, që do të thotë ne jemi energji, pra në të trup multidimensional që ju shihni,
pra si e shef Diana ka pjesën kuatike, që është shtylla kurizore, 7 chakra dhe qendra është zemra, dhe kjo zemër është astrale, është kozmike, është energjia për të cilën e marrim informacion. Dhe këtu është drita jonë, është misioni juaj dhe qëllimi i jetës, sepse që të gjithë ne, krijesa na ka krijuar nga fjala krijesë, dhe ne jemi krijesa. Pra jemi ne që kemi zhvilluar dhe vazhdojmë të zhvillojmë këtë planet hynor, për të cilën me perfekcionizëm na i ka dhuruar Perëndia, çfarë doni ta quani këtë fuqinë hynore, Zoti, universi, ekzistenca, toka mënd, qielli, çfarë do lloj, çdo gjë që ju shihni në qiell dhe në tokë është perfekcionist i krijuar, dhe tani këtë ne si krijues që jemi e vazhdojmë, pra e zhvillojmë. Dhe sot në këtë moment po ndodhin ndryshime të mëdha kozmike, për arsye se është koha, jo vetëm që ne jemi në shekullin 21 të një ndërgjegjësimi të lartë, të energjisë së shpejtë të ujorit që udhëhiqet nga qielli dhe e ka emrin planeti Uranit, që do të thotë që motua e planetit Uran, dhe që është, mund ta quani Zoti apo universi, pra kjo mrekulli që ka krijuar këtë, ka të bëjë shumë me mençurinë e mësimeve me të vërtetë të universit të bollshëm, për të cilën, duke qenë se udhëheq ujori në vetvete është inovator, është për zhvillim, dhe kjo është që ne jemi në këtë ndryshime, pra duke lënë gjithçka që nuk na shërben nga e vjetra, dhe jo vetëm nga sistemi, shoqëria, por dhe ne. Pra këto gjëra, ndoshta ne i ndjejmë shumë, ne, ndoshta pjesa tjetër që flen gjumë, akoma jo, por një gjë të dini, kjo johon po shkëlqen kudo në çdo cep të botës, dhe ju po i ndjeni këto gjëra, dhe prandaj mos ju vi çudi që ka kriza, sepse krizat na bëjnë ne që ne të lidhemi me veten tonë dhe të kuptojmë dhe të vijmë në fuqinë tonë me qëllim që ne të vazhdojmë përpara. Dhe tjetër është që duke qenë se është që udhëhiqet nga planeti Uranit, pra ka të bëjë që shumë frekuenca të larta, të pastra të qiellit me shekuj, por edhe tani në këtë kohë për të cilën një 10 vjeçar, një dekadë kanë ardhur shumë frekuenca, si puna ime të zbritur në tokë janë dhe paraardhësit të mi për të cilën unë mora mësime prej tyre, sepse edhe unë nuk dija shumë gjëra në fillim të procesit, më ndihmuan jashmase, edhe unë, edhe pse isha shëruesi plagosur, unë e ndjeja thirrjen që unë do të ndihmoj të tjerët, se si unë që vuajnë dhe të tjerët, dhe pse isha i plagosur, unë jam krenare tash dhe njerë, dhe tani është që një pjesë shumica, ashtu që më kanë ndjekur në fillimet e videos dhe i kanë ndjekur videot, ashtu si kurse dhe ju, sot janë dhe ata ndriques për atë, pra që të gjithë jemi unik, dhe që të gjithë e dini pse keni ardhur në këtë tokë, dhe pse shpirti ju zgjodhi ju dhe mua, dhe sigurisht herët avon, edhe në qoftë se nuk jemi akoma në atë që, pra si thua, për të filluar, dhe prandaj po ju ndihmoj, për të filluar që të arrini dhe të jeni të hapur në të gjithë universin, pra kjo ju bën që tani duke u lidhur me veten tuaj, ju të jeni me të vërtetë shkoa që ju kërkon, të ngrini zërin tuaj, pra të dëgjoni zërin tuaj, të jeni me të vërtetë të jo vetëm të bëheni, pra të shiheni, të dëgjojeni në këtë univers të bollshëm, pra mos rrini më duke mbajtur zërin tuaj të cekët, të butë, përkundrazi, ju kërkohet tani që ju të ndriçoni dritën tuaj, sepse ju jeni yje të zbritur në tokë, dhe tani
të shkëlqeni atë që ju kënaqu, pra të shkëlqeni edhe të bëni yll edhe në tokë, për atë që ju dini të bëni, sepse që të gjithë ne kemi pra dunti dhe talent. Gjithsesi, kujtoni dhe mbani mend që ju keni kaluar një proces jashtëzakonisht të vështirë, dhe pse nuk e dini që ku jeni, edhe pse gjatë jetës së parë, pra gjatë rritjes tonë, kemi kaluar sfida që të gjithë, mendo qartë fuqie kemi ne si që njerëzore, edhe pse mund të kemi kaluar vështirësi, por dhe tani gjatë procesi, pra që nuk kishit ide çfarë po ndodhte me ju, ku jeni sot? Pra jeni në kënaqësinë tuaj, pra ndjeni, po shënim, ju kërkohet që të arrini me të vërtet në fuqinë tuaj, pra të arrini që të hapni zemrën tuaj, pra sa më thellë të hyni në brendësi, sa më shumë të pastroni energjinë tuaj, jo vetëm ju me transformimin, pra dy energjit, pra me të tjerët, por dhe ju me veten tuaj që do të thotë të zbuloni se kush është njeriu në brendësinë tuaj. Pra kjo është, edhe në qoftë se ju për momentin pra nuk jeni akoma të hapur, pra të parë apo të dëgjuar, do të vijë një kohë që universi e ndjen energjinë tuaj dhe do ja u pasqyroj atë. Pra herët të vonë ju do të arrini në këtë, sepse është koha, dhe është koha juaj për të dëgjuar dhe për të parë. Ju keni që të gjithë mision, që të gjithë jemi me drejtimin e jetës, dhe kjo është që kur ju arrini që të dëgjoni shpirtin tuaj, ju me të vërtet do të lidheni hap pas hapi, duke vepruar me atë që ju bën kënaqësi, dhe ta ndiqni atë, ju do të arrini në fuqinë tuaj. Tjetër e dyta që ta keni parasysh që të jeni pra për të ardhur në misionin dhe në drejtimin e jetës tuaj, pra në fuqinë tuaj, në superfuqinë tuaj, në hapjen e zemrës, në lidhjen e kësaj, pra të mrekullisë, është ju nuk keni nevojë për vërtetim nga jashtë. Dhe është vërtet që ne nuk kemi nevojë për vërtetim nga jashtë. Që do të thotë, në qoftë se ju doni të mbroni veten tuaj, me të vërtet që ju nuk keni se shqetësoheni për të marrë vërtetësinë pra nga jashtë, se si ju pra jeni e tjera. Pra nuk keni nevojë për konfirmimin pra nga bota e jashtme. Pra mbajni shënim, ju nuk keni nevojë për konfirmim. Dhe kjo është ju të kuptoni që të gjithë ne jemi që me të vërtet ne do të lidhemi me veten tonë, dhe ne do të besojmë në veten tonë, dhe hap pas hapi ne do të arrim në vërtetësinë e vetes tonë. Tjetër është që të gjithë ne do të arrim në vërtetësinë e vërtetë të jetës, dhe kjo është që askush nuk ju detyron ju, nuk ju prek ju, por në qoftë se ju doni të gjeni se kush ju jeni në të vërtetë, jeni ju që duke ndjekur hap pas hapi shpirtin, duke qenë të vëmendshëm dhe duke ndjekur intuitën tuaj, duke qenë të lidhur me çfarë ju shihni rreth e qark, sepse ju jeni sinkron, kjo do t'i bëjë që ju do të arrini me unin tuaj, me veten tuaj të vërtet. Tjetër është që të gjithë ne, në qoftë se ju keni ide, në qoftë se ju keni pra imagjinatën tuaj, apo punën tuaj, apo atë që ju ndjeni në lidhje me pra çfarë ju dëshironi, bëhet fjalë që ju në qoftë se e ndjeni që shpirti juaj djeg, pra e ndjeni në brendësi që djeg, ju të filloni të investoni energjinë, pra energjinë të vetes tuaj, pra ajo që ju ndjeni që doni të bëni, dhe në këtë rast është që të përdorni pra talentin tuaj, të përdorni dhuntin tuaj, të përdorni atë që ju bën ju të kënaqur dhe që e ndjeni që ju kënaq, pra ta filloni. Kjo është ajo që ju nuk keni nevojë për të marrë vërtetim nga të tjerët, që ta bëj këtë apo ta bëj atë. Thjesht
ju do të lidheni me zemrën tuaj dhe kur ju keni nevojë, sepse ju ndoshta e dini që doni të bëni diçka, por nuk keni siguri, ju thjesht do të uleni 1 minutë, sepse keni arritur në një intuit të lartë, pra e ndjeni që doni të bëni diçka, por nuk dini si, ju përsëri ju ndihmojeni, pra i thrisni ëngjëj, mjeshtra kryeëngjëj, apo çfarë me kë ju keni lidhje, por një gjë të dini që duke u lidhur dhe duke pyetur zemrën tuaj në këtë rast, pra këdo që të rrisni, është e drejta juaj, është duke mbyllur sytë dhe duke pyetur zemrën tuaj. Pra çfarë dëshiron zemra juaj që ju të bëni? Sepse është shpirti juaj. Tjetër, çfarë dëshiron ose kush është më e mirë për mua që të vazhdoj të ndjek atë që dëshiron të bëj? Kush është misioni dhe drejtimi i jetës time? Pra në qoftë se ju nuk i dini këto gjëra, duke bërë pyetje, duke ndjerë në brendësi, ju do të merrni përgjigje dhe përgjigjet e lutjeve ju tashmë dini se kjo është që ju rriteni, ju rrisni shpirtin, shpirti kërkon rritje, zhvillim dhe ju jeni bërë të aftë. Pra në qoftë se ju doni dhe në këtë rast ju ndihmojeni dhe një nga mënyrat është që ndoshta e ndjeni që keni arritur në diskutimin midis dy energjive dhe shpesh universi e di që ju keni talent dhe ju lidh me njerëz që ju rezeroni. Dhe në këtë rast mos i bëj çudi që jeni po fshi diçka që jeni në këtë video. Pra gjithsesi të kuptoni që ju të lini gjithmonë takime veten tuaj me qëllim që sa më thellë të hyni në brendësinë e shpirtit tuaj, aq më shumë ju do të bëni atë që ju kënaq ju. Pra ju do të dëgjoni dhe do të ndiqni shpirtin për të cilën është me të vërtet ajo që ju jep ju të ndiqni atë që ju jep kënaqësi dhe duke jetuar me momentin prezent ju e arrini këtë. Tjetër, ju marrni shënim, ju nuk do të kënaqni të gjithë dhe kjo është në rregull. Që do të thotë gjithmonë ti kërkoni vetes tuaj më të mirën. Pra jeni të hapur dhe ti kërkoni vetes tuaj më të mirë. Ajo që ju mund të bëni, ndoshta, por nuk është se i pëlqen të tjerëve. Dhe kjo nuk është problem. Pra në këtë rast, dhe Diana është duke bërë mësimet e maturisë dhe i shërbej planit ynor, i shërbej me të vërtet plot fuqive ynore, sepse janë ato që kemi, është koha. Dhe ku ne ecim në drejtim të mrekullisë, është me të vërtet që suksesi i arritjes për një tokë mëm të dhëmshur, të dashur, me dashuri pa kushte, me mirësi, me mirënjohje, me falënderim për gjithçka dhe çdo gjë që kemi, është që na ndihmon më tepër se njerëzit që turren dhe vazhdojnë ushqejnë pra mendimet e errta të egos apo impulset egoiste për përfitime apo për zhvillimin e botës kapitaliste për të cilën është që përfitojnë një pjesë dhe pjesa dërmuese, sidomos e klasës së paprivilegjuar, edhe pse ne punojmë më shumë se të tjerat, ne përsëri jemi pra nuk jemi të parë, nuk jemi të dëgjuar. Prandaj është thirrja që ne do të lidhemi me veten tonë dhe do të kthejmë fuqinë tonë, do të hapim zemrën për të arritur që të jemi, të ndjekim atë se që të gjithë ne kemi dhuti, që të gjithë ne kemi talent. Tjetër, nëse njerëzit pra flasin dhe kanë parashikimet e tyre, është puna e tyre. Ne nuk kemi pse shqetësohemi për këto. Pra është puna e tyre, ne të thonë ç'të duan, ne të bëjnë ç'të duan, është puna e tyre. Pra janë parashikimet e tyre. Tjetër, hiqni dorë nga gjërat që sidomos në lidhje me për të filluar diçka të jeni perfekcionist apo të bëni plane të tjera. Shpirti nuk e njeh këtë. Shpirti duke e ndjer atë që ndjen në moment
dhe për mundësi që ju keni arritur, sepse ju keni eksperiencën, ju keni zgjimin e shpirtit, ju keni ndjekur, pra e keni dhënë shpirtit, pra dijen, jeni bërë të qartë, kuptoni, jeni stabilizuar, pra në këtë rast është që ju e lejoni veten të vazhdoni të investoni, pra të rriteni shpirtërisht, pra duke qëndruar në momentin tani këtu dhe duke filluar nga tani atë që ju ndjeni dhe ju bën kënaqësi, sepse që të gjithë jeni unik. Tjetër është që ju do të hapni zemrën tuaj dhe do të ndiqni, sa më shumë të hapni, aq më shumë do të ndiqni gëzimin, aq më shumë do të krijoni lumturinë tuaj, aq më shumë ju do të bëheni vetja juaj autentike, sepse ajo që ka rëndësi për ne është kur ju krijoni fjalët tuaja, kur ju krijoni mendimet, fjalët janë mendime, mendimet janë sjelljet tuaja, sjelljet tuaja janë zakonet tuaja tregon karakterin tuaj, pra kur këto janë optimiste, kur këto janë që ju kënaqin, kur këto janë ato që ju bëjnë ju me të vërtet, je ndjeni në brëndësi të shpirtit, ky është karakteri juaj, që nga brenda, pra nga zemra juaj, nga gjithë to gjëra që keni krijuar në brëndësi, ju i tregoni, pra identiteti juaj, pra karakteri juaj, është si paraqiteni në këtë botë të jashtme. Pra kjo është që baza kur ju i krijoni dhe i keni këto nga zemra juaj, edhe në qofse të tjerët pra kanë mendimet e tyre, përshpritjet e tyre, apo nuk ju pëlqen çfarë ju thoni, ju do të qëndroni me këtë sepse vjen nga zemra juaj. Dhe nëse kjo mrekulli vjen nga zemra juaj, ju do të vazhdoni hap pas hapi për atë që keni talent dhe dhunti, sepse kjo do t'ju drejtoj me të vërtet në bukurinë e jetës, që jemi të tiru të gjithë për të qenë në dy këmbët tona dhe për të qenë të parë dhe të hapur në këtë univers të bollshëm, sepse çdo gjë ekziston dhe është koha juaj, është mantra, është koha juaj, sepse është. Tjetër është ju do të lini që të gjithë frikën e gjykimit dhe do të vazhdoni hap pas hapi përpara. Pra lëreni se çfarë gjykojnë. Ju do të lini këtë gjë, pra kjo është shënimi, që ju nuk mund të kënaqni që të gjithë dhe është në rregull. Tjetër është ju do të besoni në brëndësinë tuaj, sa më shumë, sa më thellë ju të hyni në brëndësi, aq më shumë ju do të merrni përgjigjet tuaja. Sepse edhe në qoftë se ju merrni, pra dëgjoni nga Diana apo dëgjoni nga të tjerë, dhe janë të dobishme dhe janë që ju mbështesnin, dhe ndjeni që rezoroni, nuk ka asgjë të keqe për këtë, sepse ju rriteni, por një gjë të dini, kur vjen koha për të filluar, për të ndjekur rrugën tuaj, për atë që ju, shpirti juaj solli këtu, jeni ju që i keni përgjigjet tuaja, sepse ne që të gjithë jemi unik. Pra Diana ju do, Diana ju jep gjithçka, por jeni ju që keni përgjigjet tuaja, sepse me të vërtet, sa më brenda të hyni në shpirtin tuaj, aq më shumë ju do të arrini që jo vetëm që lini gjërat e meta, pra që keni krijuar me veten tuaj, pra me veten tuaj, sepse ashtu i dinit dhe nuk ka asgjë të keqe, nuk i gjykoni, nuk i kritikoni, as të tjerët as veten, por tani ju arrini dhe të lironi, sepse në brëndësi jashtë dhe talenti dhe dhuntia juaj, dhe kjo është ju të besoni në intuitën tuaj. Pra sa më shumë ju hyni në thellësi, aq më shumë do të besoni në atë që ju jeni dhe jeni të sinkronizuar, jeni të lidhur, ju i dini tash dhe një nuk do të hy, dhe kjo është që ju do të udhëhiqeni nga mençuria juaj e brendshme, për të cilën ka pra ruani dhuntin, ruani talentin, dhe kjo është që do ta përdorni me të vërtet në shërbim të, pra për të qenë të hapur, për të qenë të dëgjuar në këtë univers të bollshëm, se në fund të fundit shpirti juaj ju solli që të arrini atë që ju dëshironi dhe ta manifestoni, dhe së fundi ju duhet të jeni fleksibël, që do të thotë ju nuk keni nevojë për pritshmërinë,
Pra sa më pak të shikoni rezultatin për atë që do të ndihni, aq më mrekullueshme është pra ta lini të lirë në univers, pra të ishni dorë nga pritshmëria. Tjetër, ju kujdes, ju duhet të ndërroni me lartpamësi, sepse kjo është bukuria e saj, për të filluar diçka për të cilën në lartpamësi ju jep me të vërtet atë që ju bën të kënaqur. Dhe pse e them këtë? Po përsëri një person më thot mua, por shumë janë youtuber apo në për social media e tjera, sigurisht tash jemi ndarë në dy realitete. Në njërin anë flitet për shpirtin, pra për mençurinë e mësimeve të universit të bollshëm, pra në shërbim të plotfuqisë hyjnore të Zotit ton, në një krah është pjesa që vazhdojnë, investojnë pra për botën kapitaliste, për përfitimet e tyre, pra nga por një gjë të dini, dhe pse vazhdohet pra shkrau në këtë për përfitime, pra duke i dhënë botës kapitaliste, të jeni të sigurt, ky shekull hap pas hapi, për të cilën nesër hyn edhe planeti Pluto në retrogred, dhe sigurisht është për një farkohe deri në qershor, por të kuptoni që për ju që ju ndihmon është që të krijoni një marrëdhënie të mirë me veten tuaj, apo edhe me këto që marrëdhënie, pra marrëdhënie me veten e me të tjerët, pra me qëllim që të merrni vendim të vërtetësisë për të lidhur me veten tuaj, dhe është për momentin ju që keni bërë një punë me qëllim që të merrni vendim. A mund të jetë për shembull, nëse nuk keni arritur që e ndjeni që do të bëni diçka dhe nuk keni siguri, pra keni frikë, në këtë rast, ju do të liroheni nga këto gjëra, pra se do të ndihmoheni, pra do të hyni më në tërësi dhe në 12 maj është dhe ëna e plot në Akrep, për të cilën ju ndihmon ju që definitiv të liroheni nga këto, pra të pastroni energjinë, të liroheni nga fiksimet, të liroheni nga blokadat, të liroheni nga pengesat, dhe për këtë ndihmoheni. Dhe sigurisht për 20 vjet me radhë, kjo do të vazhdoj që ne të lidhemi me veten tonë dhe të arrijmë në fuqinë tonë. Dhe gjithmonë shënim është që kur mos kërkoni të mbani lidhjet për qenë vazhdimisht për qenë perfekt, ose për të bërë atë që të shohësh, për shembull, nëse ti ndjen diçka për të bërë edhe thua, po ka shumë njerëz, ka konkurrence të tjera. Kujdes, këtë nuk e bën shpirti, këtë e bën mendja. Pra kujdes, gjithsesi, kur ju ndiqni shpirtin, ju ndihmojeni që të arrini me të vërtet në fuqinë tuaj, dhe gjithmonë, faleminderit Unders, mora shënjëgjia në vesh, ju të jeni fleksibël dhe të besoni në veten tuaj, dhe të arrini për të gjithë kërkohet që të ngriheni për veten tuaj, të jeni të parë, të jeni të dëgjuar, dhe kjo ju arrin dhe ju zbukuron natyrën tuaj hyjnore. Dhe duke arritur këtë, kjo është gjëja më e rëndësishme që do t'i jepni vetes tuaj, dhe sigurisht që ju do ta bëni këtë. Tani tregova këto 5 zakone, pra këshilla të kuptoni një gjë, merrni një ditar dhe shkruani atë që ju keni arritur deri tani. Të jeni krenar për atë që keni arritur, dhe ndërkohë është kur ju ngriheni për veten tuaj, ju frymëzoni dhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Dhe kur ne bëjmë këtë, kjo është gjëja më e rëndësishme që ne i shërbejmë me dëmshuri njerëzimit. Prandaj, qëndroni në veten tuaj, duajini veten tuaj, vazhdoni me veten tuaj, arrini në fuqinë tuaj, me qëllim që kjo do t'ju bëj që pas hapi duke hyrë në thelbësi të shpirtit, jo do të arrini në misionin tuaj. Dhe që të gjithë kemi mision unik, dhe kjo është ne kemi ardhur që të gjithë këtu, që të gjithë me një mision dhe me drejtim. Prandaj, për të arritur këtë, do të qëndroni në veten tuaj çdo ditë të jetës, sepse shpirti vazhdon të jetojë, energjia nuk bllokohet, sepse nëse ju ndjeni të kënaqur dhe rrini,
Sigurisht, herët avon ju do të ndjeni që nuk jeni në atë që shpirti ju solli, por të jeni të sigurt që ju ndihmojeni sepse vetvetiu është shekulli i 21 i ndërgjegjësimit tonë të lartë për të lidhur me veten tonë, për të hapur zemrën dhe për të krijuar vërtetësinë ton unike, autentitetin ton, kush ne jemi në të vërtetë, dhe këtë ne do ta vazhdojmë në gjatë deri sa ne një ditë do të ikën trupi fizik, po shpirti është i përjetshëm. Gjithsesi, dy rrugë janë. O ju do të vazhdoni të zgjidhni, edhe nëse keni bërë një punë të mrekullueshme dhe rrini, nuk bëni atë që shpirti juaj kërkon, sigurisht ju nuk do të ndjeni, nuk do të shkëputeni nga shpirti se shpirti jeton, por nuk do të jetë ajo që ju pritet, dhe ndoshta edhe ikni në jetën nga jeta ashtu si pa u parë, pa u dëgjuar. Por në qoftë se ju vazhdoni ndihni shpirtin tuaj, dhe kjo është koha, sepse është, të jeni të sigurt që bukuria jetës për ju, për mua dhe për të gjithë njerëzimin, tashmë ka filluar se është jona e dashurisë pa kushte për të krijuar dëmshurinë që të gjithë të jetojmë si qenie humane për të shërbyer njëri tjetrit, për të mësuar nga njëri tjetri dhe për të krijuar dhe jo për të konsumuar. Gjithsesi, kjo tash ka filluar dhe ne që jemi të lidhur me energjinë, ne i ndjejmë më shumë ndryshimet kozmike. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër.